Mbroma plak, ç'a bëj? Si t'ka shku gjonat? E ke vurit e vetja sa njeri mirë që jeti o plak, sa shok i mirë që je. Gjithmonë kur ka pas hallet të tjerë, kanë ardhur me të kërkuar ndihmë, ti ke shkuj keni mua gjithmonë. Ama në moment që të kap ty hall, ti nuk shef as rob ke dera, as kujt të i plas trapi që ti ekziston. Tash e parë herë kjo ndodh se ti si ke shok të mirë. Mami ty të ka thonë me gjet shokët më të mirë se vetën. Njëjtën gjë ka thonë dhe shokëve tu. Me sa duket ata pas kanë dëgju mamin, ti si ke dëgju. Dhe e dyta dhe më e rëndësishme, këto shok të këqij që paska nuk janë dash të këqij, janë të mirë, por nuk di ti me i përdor. Ka një gabim shumë të madh këtu që po bëhet nga ti dhe s'duhet ta bësh më. Siç kam thënë më parë, në jetën tënde, manifestimet e tua ka shumë më tepër rëndësi fjalët se mendimet. Fjalë është gjithë ti. Çai thu ti shokut masi ke bën një nder dhe shokut ka thon faleminderit. Çai thu ti nuk ka problem? Shumë bukur, ti normal që do i thosh nuk ka problem, nuk është se do në gjën shkëmbim tashiti. Po ma fjalët janë shumë të rëndësishme, kanë rëndësi subkonscienciale, edhe te jotja edhe te ati. Te mendja ti ke projektuar që s'pas ka problem, nuk i kam borxh asnjë gjë, te mendja jote ke projektuar që ky s'ka borxh asnjë gjë. Ti e the tash. Kush problemi më madh që po bën është që i thon nuk ka problem, masi ke bë ti një nder. Si s'pas ka problem? Më kthej video nga fillimi ta kuptosh kush problemi. Kur të kesh ti nevojë nuk do të vi kush. Kështu që herë tjetër, me që ti thosh s'ka problem, mund të thosh jam i sigurt që do bëj edhe ti të njëjtën gjë nëse do kisha unë nevojë. Apo jo. Bonus points nëse shihni në sy kështu dhe ja thoni këtë gjë. Kjo mund të ketë pak tone të çuditshme, por ka shumë rëndësi mënyra si frazojmë gjërat. Ti the ç'a the, ai e di tash. Me këtë fjalë kaq thjesht për të thonë keni arrit projektonin mendjen e personit tjetër që ky të ka një nder borxh ty, po ti si kërkove nder borxh. Ky person do harroj për goxha kohë këtë gjë, po ama do ngelin subconscient, nëse më të ardhmë ke ti nevojë për ndihmë, ky do vit ndihmoj tash. Dhe pastaj nëse ja thoni dhe këtë gjë, dhe ai prap nuk vjen më të ndihmu, atëherë ky është thjesht shok i keq, mos e do të rimendosh gjithçka vëlla. Shif në nesër, mos ma vini re, do të më bë pak toksik. Vetëm toksikët mbijetojnë këtë planet, s'kene çfarë më bë.